A e ka parë ndokush blokadën të cilën e ndërtoi Dhul-Karnejni mbi Yexhuxhet edhe Maxhuxhet, ose a mund të shihet ajo? Dikush prej sahabëve e ka parë atë. Buhariu ka përmendur në formën Mu'allaq, por në mënyrë të prerë se një burr i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Unë kam parë blokadën, e cila dukej si një qybe që ndisur via via." Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke vërtetuar për përshkrimin e saktë që dha, i tha: "Ti e ke parë me të vërtetë." Ibn Haxheri ka thënë: hadithin e ka përcjell Ibn Ebi Umer nëpërmjet rrugës së Seid ibn Ebi Arube nga Katade, dhe ky i fundit nga një burr prej banorëve të Medinës. Ai i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "O i dërguari i Allahut, unë e kam parë blokadën e Yexhuxhve dhe Maxhuxhve." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Si e ke parë atë? Në çfarë forme?" Ai tha: "Si një gjybe via via, ku një rrugë ishte e kuqe, një rrugë e zezë." Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke ja pohuar këtë atij, tha: "Vërtet, ti e paske parë." Hafidh Ibn Kathiri, Allahu e mëshiroft, ka përmendur në ngjarjen e kësaj blokade se disa mbretër janë përpjekur që ta gjejnë vendin e saj dhe të arrijnë tek ajo. Ai thotë: Halifi Uathik, gjatë kohës së sundimit të tij, dërgoi disa princër të tij në një ekspeditë ushtarake për të kërkuar blokadën e ndërtuar nga Dhul-Karnejni, me qëllim që ta gjejnë, ta shohin edhe më pas t'ja përshkruanin atij kur të ktheheshin. Ata kaluan nga njëri vend në tjetrin dhe nga njëri mbret në tjetrin derisa arritën ta gjenin. Ata pa ndërtesën e saj prej hekurit dhe bakrit, dhe gjithashtu përmendën se kishin parë një portë të madhe me drynj shumë të mëdhenj. Ata kishin parë gurët, të cilat ishin përdorur për të ngritur kullën e lartë që ndodhej atje. Ajo kullë ruaj me rojet vendosur nga mbretërit, të cilët e kishin ndërtuar, ishte shumë e lartë dhe nuk mund të depërtohej, as ajo, as malet rreth e përqark saj. Kjo ekspedit, gjatë së cilës ata panë gjëra të çuditshme dhe pastaj u kthyen në vendin e tyre, zgjati mbi 2 vjet. A ka lidhje blokada e ngritur prej Dhul-Karnejnit me murin e Madh Kinez? Ka dallim ndërmjet blokadës së Dhul-Karnejnit dhe murit të Madh Kinez në disa drejtime. Blokadën e ndërtoi Dhul-Karnejni për të penguar sulmet e Yexhuxhve dhe Maxhuxhve, ndërsa murin e kanë ndërtuar kinezët e prishur, që të mbrojnë mbretërinë e tyre. Lënda e blokadës që përmendet në ajet është prej hekuri edhe bakri, ndërsa muri kinez është prej guri dhe ndërtimi i tij është në formë qemeri, harku. Blokada e Yexhuxhve dhe Maxhuxhve është ndërtuar ndërmjet 2 maleve duke bllokuar grykën që ishte midis tyre. Ajo ishte rruga e vetme për të kaluar ata, ndërsa muri kinez ka bllokuar vetëm majat e maleve dhe rrugët që shkojnë nga lindja e Kinës për në perëndim të saj dhe arrin disa mijëra milje. Blokada e Yexhuxhve dhe Maxhuxhve nuk mund të deportohet, vetëm se kur të dëshirojë Allahu në fundin e kohës. Ndërsa në murin kinez kanë ndodhur betejë dhe njerëzit hynë dhe dalin në të. Përkundrazi, disa pjesë të tij ata i kanë shëmbur. Përse satelitët nuk e kanë zbuluar blokadën e Yexhuxhve dhe Maxhuxhve? Njohuria për të gjitha vendet e tokës dhe përfshirjen e krijesave që ndodhen në të nuk mund t'i mundsohet askujt përveç Allahut të lartmadhërisëm, i cili përfshin gjithçka me diturinë e tij. Moszbulimi i blokadës së Yexhuxhve dhe Maxhuxhve ose vendit të Dexhallit apo të krijesave të tjera nuk do të thotë se ato nuk ekzistojnë. Allahu i lartësuar i ka larguar njerëzit nga shikimi i Yexhuxhve dhe Maxhuxhve dhe blokadës së tyre, ose ka bërë ndërmjet tyre gjëra të cilat e pengojnë mbërritjen tek ata, ashtu siç ndodhi me Beni Izrailët kur Allahu vendosi në shkretëtirën e Tihit dhe humbën në të për 40 vjet në një distancë prej pak fersekësh, mazgjatësie me rreth 5 kilometra në tokë. Kur ata njerëz nuk patën mundësi që të kalojnë distancën në shkretëtirën e Tihit, Allahu i madhëruar është i plot fuqishëm mbi gjithçka dhe gjithçkaje i ka caktuar kohë dhe afat. Ashtu edhe puna e Yexhuxhve dhe Maxhuxhve. Allahu i lartësuar thotë: "E populli yt e konsideroi atë Kur'anin të rrem, por se ai Kur'ani është i vërtetë. Thuaj, unë nuk jam roja e juaja. Çdo lajm ka afatin e realizimit, e më vonë
ju do ta kuptoni. En'am 66-67. Ata që të parët e patën të pamundur ta zbulojnë, nuk mund ta bëjnë këtë zbulim të mëvonshmin, sepse Allahu i madhëruar e bëri çdo gjë me afat të caktuar. Si përfundim, Kadi Iyadi ka thënë: hadithet të cilat janë transmetuar në lidhje me Yexhuxhet dhe Maxhuxhet janë rrëfime të vërteta, të cilat duhet të besohen ashtu si kanë ardhur, sepse dalja e Yexhuxhve dhe Maxhuxhve është prej shenjave të Kiametit. Në tregimet për ta, na shpërcjell se askush nuk ka mundësi që t'i luftojë ata, nga që janë të shumt në numër. Ata do ta rrethojnë pejgamberin e Allahut Isa alayhis salam, besimtarët që janë me të dhe ata të cilët kanë shpëtuar prej Dexhallit. Ata muslimanët do të luten kundër tyre, dhe Allahu i lartmadhëruar do t'i shkatërrojë ata të gjithë duke dërguar në gafin një krim në qafat e tyre. Toka dhe njerëzit do të mundohen nga era e keqe e trupave të tyre. Prandaj Isa alayhis salam dhe besimtarët që janë me të do ta lusin Zotin dhe ai do të dërgojë disa zogj që do t'i bardhin trupat e Yexhuxhve dhe Maxhuxhve aty ku dëshiron Allahu. Dhe së fundmi, a e kanë detyrë muslimanët që të luftojnë kundër tyre? Përgjigja, jo. Sikurse e përmendëm në ngjarjet e Isait alayhis salam se Allahu i lartësuar i thotë Isait: unë kam nxjerrë një grup të madh njerëzish që nuk ka mundësi askush t'i luftojë ata, prandaj mbroj robërit e mi në malin Tur.